teorikisht, ai perimetër aty, 10 metra nga makina, është zona më e mbrojtur sot në Republikën e Shqipërisë. Në çdo herë që unë kam rastisur të kaloj në atë rotondo, për herë aty jashtë në atë obor, ka minimalisht një furgon të FNSH-s, të forcave ndërhyrjes shpejt, sepse është aty për të garantuar zonën e hyrjes dhe daljes VIP quhet në zhargonin e përditshëm, dhe të protokollit shtetëror. Aty hyn kryeministri, kryetari i kuvendit, presidenti i Republikës, gjyqtar, prokuror, zyrtar të shtetit, deputet të gjithë, që kalojnë për të shkuar në terminalin e veçantë, nëse duan ta përdorin dhe mos përdorin terminalin e zakonshëm. Kështu që të ndodhi kjo ngjarje në një objekt që është simbol i sigurisë kombëtare, është i vetmi aeroport ndërkombëtar që kemi, kjo është rënje dhe kapitullimi i shtetit. Pastaj, ironikisht, kjo ngjarje ka ndodhur vetëm 30 minuta pas deklaratës famkeqe të ministres së brendshme në komision që ngjarje mafioze dhe vrasje mafioze në Shqipëri nuk ndodhin më. Pasi dha dhe një deklaratë shokuese që zbulueshmëria e krimit në Shqipëri sot ka prekur pragun e 94%, që të kujton të njëjtën shifër që thonte dikur ish ambasadori amerikan dhe Sajmir Tahiri në vitin 2016 mos gaboj, që ishte zbuluar 94% dhe goditur 94% e kultivimit të parcelave të kanabisit në Shqipëri, ndërkohë që i gjithë territori i vendit i Shqipërisë ishte shndruar një art madhe kanabisi, e dinte i madh dhe i vogël, dhe janë të njëjtat statistika, motamo janë identik të njëjtat shifra. Dhe të njëjtën gjë tha ajo dje në komision. Ndërkohë ka ndodhur një skenar, ndodh një vrasje, kemi të bëjmë me atentator të maskuar, dhe kemi të bëjmë me një lajm që për herë disa kilometra më larg lihet një automjet, digjet automjeti bashkë me armët brenda dhe nuk gjendet është e rëndësisë së veçantë. Dhe nuk gjendet vrasje asnjëherë. Kështu që kjo të jep të gjithë përshtypjen dhe shihen e një vrasje shtetërore dhe për një arsye madhore. Vrasje shtetërore. Po patjetër, është më okay, pa diskutim me garanci të shtetit. Lajmet kanë dalë sot që në aksin deri në Fushkruj, Thuman nuk ka patur energji elektrike, pra për të monitoruar dhe kamerat, dhe ju bën përshtypje ju, tash të gjithë kemi udhëtuar dhe kemi kaluar në atë rotondo me qindra herë. Kur në asnjë moment të ditës, aq më tepër në atë pik orari, në orën 14, nuk e gjen dot trafikun në këtë gjendje, kaq të lirshëm. Është e pamundur të kesh një emergjencë mjekësore apo të humbësh avionin etj që të bësh një parakalim, sepse aty në atë zonë për herë ecet me 10 km/h apo 20 km/h. Më tepër që ngjitur është parkimi dhe se makinat marrin pesën gjithmonë krijohet një zinxhir. Aty nuk ka asnjë makinë. S'ka asnjë makinë. Kjo është e pamundur. Kjo histori nuk është e pamundur që të jenë reale këto pamje dhe të jetë koincidencë. Është e pabesueshme, sepse aty për herë ka trafik të rënduar, ka polici që orienton trafikun, ka furgona të ndërhyrjes shpejt dhe ka polici të shtuar për të garantuar masa dhe për të garantuar një trafik të lirshëm për shkak të fluksit të avionëve në ato orë. Disa gjensili zbatuse. Kështu që të thuash që aty nuk ka një garanci shtetërore për çfarë ka ndodhur, është e paimagjinueshme. Nga ana tjetër, të pretendosh që do të luftosh krimin organizuar me një ministre që ka 2 muaj në detyrë, që pavarësisht është e vërtetë ajo që tha zoti Saraçi pak më parë, që ajo është ministre e adresave, i vetmi aksion politik i saj është lajmi për sekuestrimin e 1162 më duket monopatave. Do me thënë, problem tu, gjithë Tirana është mbushur me automjetet blinduara, në çdo lagje cep të Tiranës ke grupe të strukturuara kriminale që lëvizin me autoblinde, me autokolona, dhe lajm tu çdo ditë bëhen 3 monopate apo 5 monopate që janë kapur disa adoleshent, janë ndaluar dhe ky bëhet lajm i ditës. Dhe ky quhet aksioni policisë shtetit. Nuk e ka më në kontroll shteti, pra krimi ka marrë përsipër kontroll.